Partia Demokratike tha kryetari i saj Sali Berisha do të bëj padi për shpifjen dhe kryeministit Edi Rama. Sipas Berishës, kryeministri mashtroi qytetarët duke keq situar Komisionin e Venecias, sipas të cilit është antikushtetuese, pezullimi i ministrave nga gjykata. Për Kreun Demokrat, kërkesa e gjykatës së posaçme për pezullimin e Ballukut është kushtetuese, pasi imuniteti është e drejtë që e gëzon ligjvënësit dhe jo antarët e kabinetit qeveritar. Është një moment jashtëzakonisht kritik për vendin. Kushtetuta, shteti ligjor, janë sulmuar në mënyrën më të egër, më antikushtetuese dhe antidemokratike. Është një moment që një vendim gjykate do t'ishte përcaktues për të shpëtuar nga vdekja e sigurt klinike e funksionimit të ligjit në Shqipëri. Edi Rama mashtroi publikun shqiptar ndërkombëtar dhe për presion ndaj gjykate, duke cituar Komisionin e Venecias për opinione që ai kur nuk i ka dhënë. I pyetur për zhvillimet brenda PD-s pas një kafe të atyre që pretendojnë se janë më të votuarit e listave të hapura, Berisha tha se mirëpret çdo kritik për Partinë Demokratike, por theksoi se ato duhet të zhvillohen brenda forumeve të kësaj force politike.